Do thotë lëvizja vetëvendosje në mas të madhe është një subjekt e cila friksohet se humb për krahjen e shoqërisë nëse nuk ka mobilizim të vazhdueshëm. Do të tash mobilizim konstant. Do të lëvizja vetëvendosje do të ka frikë se akomodimi vetëm në institucione dhe shkputja nga dinamikat shoqërore i krijojnë të kurrje politike. Dhe kjo ka ndodhur. Në 9 shkurt të vitit 2000 të vitit kaluar, lëvizja vetëvendosje ra në 42%. Ndërkohë pa qeverisë, duke qeverisur me mandat plot, ai ra në 42%. Ndërkohë pa qeverisur fare, me një epizod vetëm të shkurt të qeverisë Kurti 3, sa u bë ajo, ishte epizod shumë i shkurt qeverisë, gjithkohën duke qenë vetëm institucione në detyrë, ajo nuk po të kurret elektoralisht. U ngrit në 50%, pas 9 muaj, 10 muaj blokade, u ngrit në 50% dhe po ashtu e ruajti një dominancë shumë solide përkundër mos pjesëmarrjes së qytetarëve të rënjes së pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në votime, por përsëri e ruajti një dominancë të serioze në raport me subjektet e tjera opozitare. Pra po shihet që zgjedhjet e vazhdueshme të jashtëzakonshme deri në këto momente nuk është që po i krijojnë humbje elektorale lëvizjes vetëvendosje. Dhe ne jemi, ne jemi brenda konceptit amarit. Ju kemi unë po i pyetje legjitimin po besoj. Shumë legjitim. E kom të çartë atë thosh po. Ju kemi premtuar teleshikuesve të TV. Në cilën raste nga pikpamja dëgjorit, nga pikpamja kapitalizon për çfarë arsye? Nga pikpamja e gjykimit racional politik, absolutisht pajtohem me ty. Mirë po. Ne ju kemi premtuar teleshikuesve të TV-brisë që një ditë do ta kemi një temë specifike, por ende nuk kemi mundur ta krijojmë, duke analizuar pikë për pikë traktatin politik personal të Albin Kurtit, në mënyrën se si mbahet, se si fitohet dhe mirë mbahet pushteti. Dhe njëra prej, jemi brenda skemës së veprimit politik të Albin Kurtit këto. Kjo shoqëni është brenda asaj skeme politike. Gjithë jemi brenda, dashtëm ose s'dashtëm. Dhe në mënyrë tekstuale thuhet që lëvizja vetëvendosje nuk mund ta fitoj pushtetin pa një gjendje të jashtëzakonshme dhe ta mirëmbaj pa një atmosferë të vazhdueshme të gjendjes së jashtëzakonshme. Sot është manifestin e saj. Në traktatin politik personal të Albinit. Dhe çka ka ndodhur? Nëse për ta fituar në mënyrë të jashtëzakonshme pushtetin herën e parë i ndihmoi pandemia dhe shkarkimi i qeverisë, ato që ndodhen mos hym tash në histori, në këtë situatë ai po e mirëmban vetë këtë gjendje të jashtëzakonshme me institucione sa më të dobësuara dhe me lidhje të drejtë për drejta ndërmjet Albin Kurtit, lëvizjes dhe qytetarëve dhe popullit të Kosovës. Pra arsyet pse ne tash do të kemi sa më pak qeverisje. Do të kemi vetëm epizode të shkurta qeverisë. Dhe vetëm epizode të shkurta qeverisë. Dhe kriza dhe situata permanente elektorale kanë të bëjnë me operacionalizimin e plotë të skemës së veprimit politik të Albin Kurtit. Ne duhet ta themi hapur dhe qartë, duhet ta kuptojmë që fatkesisht jemi në terrenin e tij politik dhe po shihet sepse qeverisja stabile, qeverisja e vazhdueshme, do thotë, aty po i krijon humbje. Ajo që po i krijon përfitime është kjo atmosferë permanente elektrizuar në opinion ku institucionet janë gjithnjë më pak jo funksionale dhe është raporti drejt për dhe këtu tash është më i fortë në aspektin politik duke marrë parasysh se subjektet tjera kanë krizë edhe të leadershipit politik. Prandaj kjo që thu ti dhe që them unë, kjo që thu ti edhe unë them që nuk është në interes të sforcimit të institucioneve shtetërore, nuk është në interes të stabilizimit të punës së institucioneve. Jo vetëm nuk merret me lajmin që duhet i vi Kosovës nga Brukseli se ç'po ndodh me statusin e vendit kandidat me aplikimin që ka bërë Kosova nga viti 2020 me dialogun strategjik me zhvillimin socioekonomik që është në shifra që po shkundin vendin Kosovë. Po jo, këto janë tema që e sfidojnë, për këtë arsye dhe duhet në gjithë këtë situatë e shohim që zoti Hamza përsëri mban shpresa se mund të bëj pakt me zotin Kurti për qeveri. Përsëri shohim zotin Abdigjiku se mund të bëj pakt me zotin Kurti për t'i dhënë Kosovës institucione stabile. Qëndrueshme. Dëgjoj, tash këtu do të jetë befasuese kjo që do ta them, kjo do të jetë befasuese deri në një mos unë solidarizohem me përpjekjet e subjekteve opozitare për të krijuar institucione funksionale qeverisëse
afatgjata, solidarizohem, qoftë edhe me lëvizje vetëvendosje, sepse praktika ka dëshmu që pikërisht kjo mënyrë ndikon në dëmtimin e lëvizjes vetëvendosje. Por ato që këto janë gabim, është që nuk janë përgatitur me kohë edhe për këtë anë tjetër për të ballafaquar me lëvizje vetëvendosje, për intencën e tij për ta mbajtur situatën gjithmonë në gjendje të jashtëzakonshme. Pra është legjitime që të kërkohet bashkëqeverisje edhe me lëvizjen vetëvendosje, që të jepin vendit institucione funksionale për 4 vjet, se unë jam i bindur sikur të ishte qeverisur edhe një mandat plot, lëvizja vetëvendosje do të binte në 30%. Dhe kjo është një mundësi. Po edhe të konsumon. Edhe të konsumon dhe të shkëput nga shoqëria, diçka që zoti Kurti nuk guxon t'ia lejoj, nuk e ka luksin t'ia lejoj vetës. Do thotë sepse përhumbja në procedura institucionale, administrative, shtetërore, atij do thotë mund të rikthehet në bumerang. Ajo që e mirëmban Kurtin në epicentër të zhvillimeve politike është pikërisht do thotë kjo qasje për të krijuar sa më tepër atmosferë të përndezur sociale elektorale që po shihet që po i krijojnë benefite dhe që janë si që analizuam së bashku, po ju kemi mirë në borë që të lishikuesve të Varëbërisë, që pikë për ta analizuar, sepse unë e marr shumë seriozisht, doktrinën e tij politike, ta kam thënë disa herë, unë e marr shumë seriozisht ato që e deklaron zoti Kurti. Unë pres veprime politike nga ato që ai deklaron, nga ato që i ka të shkruara, sepse zoti Albin Kurti sot është i vetmi lider politik në Kosovë që ka traktat personal politik, se si mirëmbahet, se si duhet fitohet pushteti dhe të mirëmbahet ai. Nuk kemi është i shkruar, po. Është i shkruar, është kod programatik se si duhet sillet prej aktivistit më të thjeshtë televizjes vetëvendosje e deri tek niveli më i lartë hierarkik i saj në drejtim të funksionimit të mirëmbajtjes së pushtetit. Pyetje legjitime pashtu se biseduam deri tash për figurën qendrore politikës në Kosovë, quhet Kurti, natyrisht. Nëse opozita i thot kësaj shoqërie që Kosovës po i mungojnë institucionet funksionale të qëndrueshme, Kosova nuk është e parashikueshme politikisht. A është pyetje legjitime edhe kjo që ti bëhet drejtohet opozitës? Po sa është e parashikueshme edhe e qëndrueshme vetë opozita? Në këtë krizë të përgjithshme. Absolutisht këtë drejtim. A është pyetje legjitime kjo që ti bëhet zotit Hamza dhe sidomos zotit Abdigjiku? Absolutisht, po tash zoti Abdigjiku po tenton të shfaqsohet që ishte një nxitje jashtme ajo që sa e ka një mend Abdigjiku. Rrjedhimisht edhe Hamza që kërkojnë institucionet qëndrueshme, stabile, funksionale në Kosovë të parashikueshme politikisht, kur vetë partitë e tyre kanë krizë me këtë rrafsh, sa them. Dëgjoj, e para është siç e thash edhe tentova ta them gjatë elaborimit në këtë emision, e para është që një koalicion apo një bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje nuk garanton ato që këto dy subjekte politike i mbrojnë si parime të panegocjueshme. Sepse ne e pam qëndrimin shpërfillës të Kurtit në raport me parakushtet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo e fundit nuk i kërkoi asnjë post ministror, as asgjë. E vetmja, nuk i kërkoi Aleanca e Ardianxhinit. Nuk i kërkoi asgjë, vetëm jep sinjale se do të zbatohen këto parakushte, do thotë janë një TVSH-ja për bujqe të tjera. Politikisht Aleanca ka më të qartë qëndrimin. Nuk duam poste, nuk duam asgjë, i ke ato vota që i kemi, do thotë vendit mos mbetet peng, por të paktën ti jep sinjale që do të jesh përfillës ndaj këtyre kërkesave në radhë parë që vijnë nga ambasada amerikane, por që ajo nuk është kërkesë personale ngarkuarës në ambasadën amerikane, por ka bazë në departamentin e shtetit e tjera. Dhe tash LDK-ja dhe PDK-ja nuk e kanë qartësuar pozicionin e tyre në këtë drejtim. Nuk e kanë qartësuar pozicionin se çka nëse Kurti nuk i plotson këto kërkesa. A kanë ato shpresa që mund ta konvertojnë ideologjikisht Kurtin ta bëjnë si vetvetja nga bashkëqeverisja me të, apo thjesht do thotë po e shohin që qëndrimi i gjatë në opozitë është duke i lodhur ato dhe i ka kapluar paniku dhe frika që mund edhe më tepër të kurrën politikisht dhe elektoralisht. Unë jam i bindur që Lumir Abdigjiku ka pasur vullnet plot dhe ka ende vullnet plot për bashkëqeverisës me lëvizjen e vendosjes. Nëse për asgjë tjetër, të paktën për ta shfrytzuar pushtetin si një mundësi shtesë për t'i tejkaluar disa
pakënaqësi të brendshme në këtë subjekt politik. Po çka tregon historia, si do të thotë, nga e kaluara? Po nuk është që po e shpikim ujtë nxehtër, dhe të kaluara do të ka ndodhur që levat e pushtetit janë treguar efikase do thotë në tejkalimin e pakënaqësive të brendshme politike, tensionimet të brendshme. Dhe jam i bindur që zoti Abdigjiku do thotë ka kalkuluar fillimisht që duke marrë pozita të rëndësishme, sepse nuk është vetëm pozita e ministrit, kur ndahet pushteti, edhim bashkë, sa bordet janë, sa ne, apo shohim, këtë shumicën e institucioneve i kemi me UD-sët në Kosovë. Dhe është bërë filozofi qeverisë kjo me UD. Prej presidentit, kryeministri, qeveria, janë me dhjetra, nuk e kam statistikat e sakta. Krye prokurorin e zgjodhen tani. Po krye prokurorin fund, do thotë, zgjodhen, janë me dhjetra institucione dhe agjenci publike, qeveritare që janë duke funksionuar vetëm me UD. Është bërë filozofi, do thotë, administrimi shtetit. Nëse hym në zgjedhje, ka thonë, politikisht nëse hym në zgjedhje, apo hyn në zgjedhje, kush po hy me argument më të fortë, opozita apo zoti? Brenda këtyre koordinatave, nëse nuk ndron diçka në raport me shtatëshorin, brenda këtyre koordinatave, nëse nuk ndron diçka deri kur të konsumohen procedurat, do thotë procedurat parlamentare kushtetuese për të shkuar në zgjedhje të reja, unë jam i bindur që zoti Kurti e ka një aset të rëndësishëm politik aktualisht që ja dhan me ose pa vedije dhe subjektet të opozitare nëse shkohet në zgjedhje, sepse prapë tham, Lidhja Demokratike e Kosovës, po edhe po të mbjetoj politikisht Lumir Abdigjiku nuk ka shans. Nuk i duhet gjë. Ndërkohë edhe Partia Demokratike e Kosovës me gjithë vullnetin e saj ka dëshmuar disa fërkime që do të përdoren politikisht nga Kurti që e penguan paraprakisht çdo lloj fryme të bashkëpunimit politik me të. Pra do të mirë, pa ajo që është shumë e rëndësishme dhe ku është tereni ku më shumë ti përfiton Kurti, është dëshmuar historikisht, do thotë sidomos në këto vitet e fundit, tereni ku ai më shumë ti përfiton politikisht, deri më tani nuk e di tash çka ndodh, janë që përçarjet në lidhje, pozicioni dual i lidhjes demokratike të Kosovës, ndarja në dysh që edhe një pjesë të bashkëqeverisimit, një pjesë ta kundërshtojnë atë, i kanë krijuar kogja një farë lloj një farë lloj ratlëko dhe një lloj komoditeti, dhe jam i bindur që intenca finale e zotit Kurti nuk është që ta pret që të konsolidohet lidhja demokratike e Kosovës për partnerët. Nuk e ka hallin këtë. Besa, nuk e ka hallin këtë. Nuk e ka qëllimin, e ka që ta pret që thellohet edhe më shumë përçarja në këtë subjekt politik. Mase mund bëhet nërmjetësus, mbetet është jetë që thellohet edhe më tepër. Të dy grupet nuk kanë prirje për afërsime vetëvendosje. Që thellohet edhe më tepër përçarja në këtë subjekt politik. Nuk është duke pritur që të konsolidohet LDK-ja. Të bëhet Sorenseni atë. Që të konsolidohet LDK-ja dhe të jetë një partner i domosdoshëm për bashkëqeverisje, sepse ne prapo tham pozicioni zyrtar i vetëvendosjes cili është. Veti kryejmë dy pushtetet kryesore, kryesinë e kuvendit dhe qeverinë. Për tem presidentit nuk mund të kalkulojë në lidhjen demokratike të Kosovës, sepse pragu i tij politik, përkundër atij kushtetues, ka shkuar në 86 vota, gjë që nuk mund ta ketë me lidhjen demokratike të Kosovës. Pra gjitha këto janë lojra, po ajo që po i duhet atij, më shumë ti është ta ekspozoj gjithnjë më tepër. LDK dërmuar. Ta ekspozoj gjithnjë më tepër në publik përçarjen e brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës dhe pamundësinë e saj që të jetë unike për bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe ta sforcoj edhe më tepër në racionin që tashmë ky subjekt është i marrur peng nga forcat e jashtme politike dhe nga forcat e errëta konspirative, dhe në këtë drejtim pasojat janë mos themelimi i institucioneve të reja dhe torturimi i qytetarëve të Kosovës edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme elektorale.